Në lagjen Beslidhe në Lezhë ka nisur pastrimi nga inerti i hapësirës ku do ndërtohet qendra për moshën 3, një investim që përfshin dhe rehabilitimin e lulishtes ekzistuese. Zona polirohet për t'i hapur rrugë fillimit të projektit, ndërsa 13 familje që prej vitesh jetonin në këtë pronë publike kanë rënë dakord të largohen. Kryebashkiaku i Lezhës Pirin Treu mbajtëditur se për këto familje sigurua alternativa strehimi përmes bonusut të qiras dhe përfshijes në skemen e kredive të buta. Ai shtoi se në bashkëpunimentin e banesave do të hapet tenderi për ndërtimin e një njësie të ribanimi ku prioritet do të kenë këto familje. Sipas Ndreut, objektet e Troalli janë pronë e bashkisë dhe prej vitesh ndodheshin në gjendje të amortizuar, duke u kthyer një problem urban në mes të qytetit. Jemi këtu te vendi ku ne po punojmë, siç e shikoni. Këtu do ndërtohet qendra moshës 3 me një kuzhinë ditore për shtresat dhe nevojë. Është një kompleks i cili nuk ka shoq në Shqipëri. Ndër donacionet më të rëndësishme që ka marrë Bashkia e Lezhë, dhe normalisht ky shesh është pronë e Bashkisë Lezhë me hipotekë. Godinat janë pronë e Bashkisë Lezhë me hipotekë. Kemi plot një vit që komunikojmë intensivisht me banorët, pakën 5 herë jemi drejtuar me shkresë, i kemi përgatit, ju kemi afruar alternativa, bonusin e qiras, kreditë e buta kush plotëson kriteret, dhe kemi një alternativë tjetër, se shumë shpejt ne firmosim me fondin me endin e banesave, ndërtimin e një pallati, ku normalisht do akomodohen, do japën përparësi akomodimit të tyre. Ne nuk është qëllimi për nxjerrje jashtë, por kjo nuk do thotë se për shembull 13 banorët binë dakord, dikush mos binë dakord dhe ne të varemi nga ajo dhe të pengojmë zhvillimin e qytetit. E para duke lënë një geton mes qytetit një, që është e papranueshme në zhvillimin e këtij qyteti. E dyta, duke penguar një investim që ju shërben disa kategorive sociale që janë shumë më tepër dhe kanë shumë më tepër impakt në shoqëri se sa mbajtja penge një vendi i cila por mos u bë të kështu duhet të bëhet lulisht për shkak. Pra, kjo do ketë pjesën e vet shumicës lulishte, por që do jetë edhe qendrën e moshës 3 me kuzhinë ditore. Pra, ne nuk është se kemi vepruar me tek, nuk është se kemi vepruar në mënyrë të palishme, kemi kryer gjitha veprimet ligjore të njëpasnjëshme dhe ju bëj thirrje edhe në një banori që mos të amplifikohet nga ndërhyrje politike. Kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje zhvillimi. Kjo është çështje zhvillimi, është strategji zhvillimi e këtij qyteti që më në fund, siç e shikoni, ne kemi futur në rrjedhën e një zhvillimi të qëndrueshëm ku ne po prekim disa aspekte të cilat në fakt kanë qenë njoll në zhvillimin e këtij qyteti. Investimi ka vlerën e rreth 3 milion eurove dhe financohet përmes një donacioni nga një shoqat.